Ergy Sagasi, nga mafia sipas Ahmetajt, në të paprekshëm të sistemit, ku shëmbron dhe pse? Ka emra që në Shqipëri përmenden një herë si simboli mafias, dhe më pas zhduken nga çdo përgjegjësi, sikur të mos kenë ekzistuar kurrë. Ergy Sagasi është një prej tyre. I akuzuar publikisht nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj si pjesë e mafies shqiptare dhe si halk lidhëse mes politikës dhe krimit, sot Agasi shfaqet si një nga njerëzit më të paprekur të sistemit. Dhe kjo nuk është rastësi. Është alarm. Kush është Ergy Sagasi? Ergy Sagasi është një biznesmen me aktivitet në sektor të ndryshëm, por mbi të gjitha një emër që del vazhdimisht në prapaskenat e pushtetit, në veçanti në qarkun e Durrësit dhe në skemat e prokurimeve publike. Ai ka mbajtur edhe poste shtetërore, përfshirë drejtimin e institucioneve publike, çka e ka vendosur drejt për drejt në kryqëzimin mes biznesit, politikës dhe administratës. Nuk bëhet fjalë për një sipërmarrës periferik. Bëhet fjalë për një person me akses, ndikim dhe mbrojtje. Akuza që tronditën publikun dhe u lanë në ajër. Kur Arben Ahmetaj, ish numri 2 i qeverisë, doli publikisht dhe e cilësoi Ergy Sagasin si antar të mafies shqiptare dhe ndërmjetës mes pushtetit dhe botës kriminale, situata duhet të kishte vetëm dy rrugë. Ose Ahmetaj po shpifte dhe duhej të hetohej e ndëshkohej. Ose akuzat ishin të vërteta dhe duhej të niste një hetim i thellë penal. Por nuk ndodhi asnjëra. As Ahmetaj nuk u ballafaqua seriozisht për këto deklarata, as Sagasi nuk u prek realisht për akuzat. Dhe këtu lind pyetja e madhe. Në çfarë vendi jetojmë, ku akuza për mafie nga një ish-kryeministër nuk prodhon asnjë pasojë? Nga akuzë mafioze të i paprekshmi. Ndërkohë që emri i Agasit përmendet në hetime për tender, për ndikim, për ndërhyrje dhe për skema për jashtimin në prokurime publike, realiteti është ky. Ai nuk ka paguar asnjë çmim proporcional me peshën e akuzave. Në Shqipëri kemi parë njerëz të arrestohen për një postim, për një protestë, për një fjalë. Por kur bëhet fjalë për tender miliona euro, lidhje politike dhe pushtet real, sistemi ngrin. Pse? Kush e mbron Ergy Sagasin? Kjo është pyetja kyçe që askush nuk po e bën seriozisht. Kush garanton që ky emër të mos preket? Kush siguron që akuzat të mbeten thjesht zhurmë mediatike? Kush ka interes që lidhjet mes politikës, biznesit dhe krimit të mos bardhen? Sepse në një shtet normal, ose Ahmetaj gënjeu dhe duhet të përgjigjet, ose Agasi është pjesë e një strukture kriminale dhe duhet të hetohet deri në fund. Nuk ka rrugë të tretë. Drejtësi selektive, drejtësi e rreme. Rasti Agasi nuk është vetëm për Agasin. Ai është test për drejtësinë shqiptare. Një provë nëse SPAK dhe institucionet kanë guximin të shkojnë. Përtej zyrtarëve të vegjël. Përtej figurave teknike. Përtej fasadës. Sepse nëse njerëz të akuzuar për lidhje mafioze nga vetë kupola e pushtetit dalin më të fortë, më të heshtur dhe më të paprekshëm se kur, atëherë problemi nuk është individi. Problemi është sistemi që i mbron. Pyetja që mbetet pezull. Në fund, pyetja nuk është më. Kush është Ergy Sagasi? Pyetja e vërtetë është. Pse në Shqipëri disa njerëz mund të akuzohen për mafie dhe prapë të mos u ndodh asgjë? Dhe derisa kjo pyetje të marrë përgjigje, çdo fjalë për shtet ligjor, luftë kundër korrupsionit dhe drejtësi të re mbetet propagandë boshe.